Brigena Selmani së fundmi ka bërë një intervistë të veçantë Bleros, teksa ky i fundit nuk ka hezituar të këmbejë rolet me ish-banoren e famshme dhe ta pyes në lidhje me marrëdhënien me Mateon. Brigena le të kuptojë se marrëdhënia e çiftit më të përfolur të momentit ka marrë fund. I bërë viral për shprehjen "po së dish familja se do na skojshia", dëgjohet teksa i thot Brigena Bleros, ndërsa ai i tha: "Ka qenë bisedë mes meje dhe Metit në shtëpinë e famshme, por e përgëzoj atë që ka bërë montazhin sepse është shumë kreativ." I pyetur nga Brigena nëse ka menduar të shkruajë ndonjë libër, Blero u shpreh: "Mund ta bëj, por vetëm si autobiografik." Ndër disa pyetjet ishte edhe pyetja se si po e përjeton Blero karrierën e tij si menaxher. "E kam ndjekur gjithnjë futbollin, është dashuria ime, gjithnjë i kam ndihmuar të rinjve në muzikë, dhe tashmë po mendoj t'i ndihmoj edhe në sport." Ndërsa e pyetur për lindjen e djalit të tij, ai deklaroi këtë fjalë: "Vajza ime do të mbesë gjithnjë numri 1 në jetën time, sado fëmijë të kem. Djali është ende i vogël, por fëmia është fëmijë dhe është i shenjtë." Por në mes të intervistës, Blero i ka bërë një pyetje shumë të bukur Brigenës. "Një pyetje për ty, Brigena, ka marrë fund mes teje dhe Mateos?" Ishte pyetja që i bëri Blero, duke zbuluar se fancat e tij të shumt i kanë shkruar dhe i kanë kërkuar t'ia bëj këtë pyetje. "Çdo kujtim që kam krijuar deri më sot ka qenë i bukur. Do të kem gjithnjë respekt për Mateon dhe gjithçka që kemi bërë bashkë", deklaroi Brigena, duke vulosur kështu ndarjen përfundimisht nga Mateo Borri.